Këtë të ende, brigjet shqiptare të detit Adriatiku u kthyen në një skenë stërvitjeje ndërkombëtare, ku u zhvilluan operacione detare të stimuluara si pjesë e stërvitjes shumëkombëshe Defender 25, që është ndër më të mëdha të organizuara nga ushtria amerikane në Europë. Në këtë skenar stërvitor morën pjesë 2 anije patrullimi nga skuadroni i sigurisë së ekspeditës detare të Marinës së Shteteve të Bashkuara, të cilat shoqëruan anijet e forcës detare shqiptare gjatë një operacioni taktik në det të hapur. Forcat shqiptare kryen zbritje militare nga helikopterët dhe hipje taktike në bordet e anijeve ushtarake, duke demonstruar aftësi të avancuara ndërhyrje dhe bashkëveprimi me partnera ndërkombëtar. Defender 25 është stërvitja më e madhe vjetore e ushtrisë amerikane në Europë dhe këtë vit përfshin 25.000 trupa nga 29 vende aleate dhe partnere të NATO-s. Qëllimi kryesor i kësaj stërvitjeje është të testojë dhe të rizgatishmërinë për dislokime të shpejta dhe për kryerjen e operacioneve të përbashkëta në kushte reale në të gjithë kontinentin evropian. Pjesëmarrja e Shqipërisë në këtë stërvitje thekson rolin gjithnjë më të rëndësishëm të vendit tonë në sigurinë rajonale dhe bashkëpunimin e ngushtë me NATO-n. Ushtria shqiptare ka treguar profesionalizëm dhe përkushtim të lartë në përmbushjen e detyrave gjatë kësaj stërvitjeje, duke vërtetuar se është një partner i besueshëm në kuadër të mbrojtjes kolektive. Këto manovra stërvitore janë thelbësore për të garantuar se aleatët e NATO-s janë të përgatitur për të përballuar kërcënimet reale të sigurisë, si dhe për të forcuar ndërveprimin dhe koordinimin mes forcave shumëkombëshe në situata të ndryshme operacionale. Shqipëria si pjesë aktive e këtyre zhvillimeve vazhdon të jap kontributin e saj për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe me gjerë.